Shqiptarja do të bënte çfarëdo lloj pune. Emaili në dosjen Epstein ekspozon rekrutimin e vajzave të reja. Vajza shqiptare do të bënte gjithashtu çdo lloj pune që kërkohet, megjithatë, dokumentat e saj paraqesin komplikime. Video është në dispozicion, kështu shkruhet në një prej emaileve të përfshira në faqet e reja të publikuara nga dosja voluminoze Epstein. Emaili daton në 29 mars 2017 dhe përmban referenca pune të vajzave të reja nga ky shkrim. Duket se vajza shqiptare nuk është një zgjedhje e favorshme, duket se ajo bën pjesë të një sër kandidatësh që janë vlerësuar për rekrutim. Kandidatë të tjerë janë gjithashtu në proces për zgjedhje, por nuk banojnë në New York, thot emaili. Përmendet edhe një vajzë ruse 21 vjeçare për cilën thuhet: duhet ta takosh dhe ta punësosh nëse të pëlqen. Është 21 vjeç, e arsimuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka vizë pune amerikane, ish profesioniste, do vërtet një punë dhe është e lumtur të bëj çfarë ti kërkosh. Është shumë e bukur, joshse e thjeshtë dhe kurioztare për gjërat e reja, është si unë para 6 vitesh. E vetme në një vend të ri, duke kërkuar për më të mirën dhe e dobët. Patëm një bisedë të mrekullueshme, thuhet në përshkrimin e hollësishëm, që në fillim të emailit bëhet me dije se përfshihen edhe fotot e secilit person të përzgjedhur, duke treguar si funksiononte procesi i rekrutimit në rrjetin e ngarkuar të pedofilit Epstein, edhe në emaile të publikuara më parë. Skema është e njëjtë, sërish përmendet emri një vajze shqiptare e cila rezulton të ketë aplikuar për një vend pune si asistente personale. Sipas materialeve, rezulton se reja me inicialet e të ketë aplikuar në mars të vitit të 2017. Fillimisht ajo ka dërguar një CV, një person ndërmjet, emri të cilit është i mbuluar në dokumenta, duke shprehur interes për pozicionin e punës. Sipas të dhënave të CV-s që shqiptarja kishte dorëzuar për të aplikuar në këtë pozicion pune, rezulton se jetonte në Tiranë. Përshëndetje, jam e interesuar për punën për të cilën i that Evan Luthras, por unë nuk jetoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A është kjo problem? Thuhet në emailin që ka dërguar e reja. Në vijim të komunikimit, personi tek i cili po aplikonte për punë i kërkon asaj që të dërgoj 3 fotografi me cilësi të mirë dhe civin. Kandidatja më pas përcjell dokumentat dhe 3 foto personale. Pas marrjes së materialeve, njëjti person ja përcjell emailin Jeff Epstein, duke e informuar se bëhet fjala për një vajzë 21-22 vjeç. Edhe pse në CV thuhet se vajza jeton në Tiranë, personi që i dërgon emailin Epstein i thot se ajo jeton në Paris, duke pyetur: a duhet ta intervistoj këtë? Në listën e bashkëngjitur të emaileve përveç CV-s dhe fotografisë, rezulton se reja t'i ke dërguar edhe një video për kandidimin e saj. Nga dokumentat nuk rezulton që vajza shqiptare të ketë pasur komunikim të drejt për drejt me Epstein. Vajzat shqiptare përmenden edhe në një email të sekretarit përgjithshëm të Këshillit të Evropës në atë periudhë, dërguar Epstein në 25 maj 2012, një ditë pas një vizite zyrtare në Shqipëri. Kam qenë në Tiranë, vajza të mrekullueshme, thot emaili.